kanë qenë promotore ose kanë parë si një nga pikat e dobta ose hallkat e dobta të sistemit të financimit të jetës publike politike në Shqipëri. Dhe ky ligj në këtë moment merr një rëndësi të veçantë edhe për faktin që për herë të parë miratimi i këtij ligji është futur dhe si një nga kërkesat themelore për progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, siç edhe raporti i fundit i Barit e nxirrte si një nga pikat së bashku me ndryshimet e konsensuale të kodit zgjedhor e shikonte këtë si një pikë të rëndësishme. Me këtë duhet të them që roli i shoqërisë civile këtu është absolut për të sjell eksperiencat e tyre, nga monitorimet që kanë bërë në terren, nga handikapet dhe boslëqet që kanë konstatuar gjatë raportimeve të partive politike dhe gjatë fushatave zgjedhore, dhe puna jonë është ndërtuar duke përfshirë të gjithë organizatat e shoqërisë civile në këtë proces. Dhe jo më larg se para 2 javësh gati, ne organizuam një sesion dëgjimor me të gjithë organizatat e shoqërisë civile mbi një projekt që kishin paraqitur, pra ekspertët kishin paraqitur për ligjin për financimin e partive politike, i cili ka akoma shumë çështje. Për ta theksuar këtu e di që shumë organizata kërkojnë shumë gjëra nga ai ligj dhe ka standarde shumë të larta të kërkuara edhe nga ose të gjetura në disa vende, por ky është një proces politik, sepse krahas një ligji që pavarësisht se kërkon një shumicë të thjesht votas, qajsa jonë ka qenë që ligji të jetë me një gjithëpërfshirje dhe me dakordsinë edhe të opozitës shqiptare. Dhe këtu kemi hasur atë vështirësi pozitive, duhet të them, sepse nuk ka asgjë të keqe të kemi një konsensus dhe synimi i tillë ka qenë prandaj dhe futën pjesë të reformës zgjedhore, por ka shumë parti të cilat janë të dobta në Shqipëri nga pikpamje organizative, kapacitetet njerëzore dhe gjenë problematike rritjen e standardi edhe më të lartë për sa i përket sidomos detyrimeve për një transparencë të vazhdueshme të burimeve dhe financimit. Pra, këtu nuk duhet parë si blasfemike që po them që meqense ka vështirësi për sa i përket transparencës së financimit, duhet parë si kur jemi kundër saj. Sepse transparenca, sidomos me ato që ka kërkon koha, kërkon edhe sisteme më të avancuar, kërkon njerëz që të merren me atë punë, njerëz që të mbajnë financat e partive, njerëz që të evidentojnë sisteme që duhen ngritur për sa i përket raportimit të vazhdueshëm, dhe të gjitha këto patjetër kërkojnë edhe burime materiale, por mbi të gjitha burime njerëzore. Dhe shumë parti të vogla këtë e kanë parë si problem. Unë këtu po hy direkt në thelb në atë që shumë antarë të shoqërisë civile që janë dhe këtu e kanë në mendje se kam parë një lloj rezistence nga disa aktorë politik për të pasur një ligj të standardeve më të larta. Patjetër projekti që kemi bërë është projekt i mirë, realizon ato kërkesat që përgjithsisht përfshihen tek një transparencë më e madhe dhe një llogaridhënie dhe i krijohet mundësi organeve të specializuara si KQZ për të kontrolluar burimin dhe financat e partive politike edhe përtej fushatës zgjedhore. Por natyrshëm ka dhe modeli që janë shumë të avancuara, edhe udiri ka kërkesa më të larta, kanë sjellë një opinion cilit ekspertët po e shikojnë, por gjithë problemi ngelet se sa të afta do të jenë partitë politike për ta implementuar standardet që sa vijnë rritet. Dhe ky është problemi që unë e thash për sa i përket burimit njerëzor, sidomos partitë e vogla. Megjithatë nuk duhet paraqyjoj, jemi duke punuar, po mendojmë forma të tjera se si mund të bëjmë më të mundur edhe partitë e vogla që të jenë më të afta për të pasur kapacitetet dhe për të pranuar edhe standardet më të larta të kërkimit në këtë drejtim. Dhe shpresojmë që edhe nesër për shembull kemi Komisionin e Venecias në Tiranë, nesër ose pas nesër mos gaboj të ndjes për një nga 3 date, por edhe ata do të vinë për konsultën finale mbi draftin që ne kemi paraqitur. Dhe besojmë pasi të kemi përmbledhur dhe opinionin e tyre, ne do të bëjmë një rishikim të fundit për ta miratuar atë projekt ligj, ku siç kanë premtuar dhe besoj kjo vlen edhe për bashkëkryetarin e tjetër të Komisionit të Reformës Zgjedhore, do të konsultohet edhe një herë me shoqërinë civile për të marrë okejin përfundimtar. Mase jo çdo gjë që do të kërkohet, do të reflektohet. Ky është procesi ligjvënës, sepse ka shkolla të ndryshme mendimi për politika të caktuara. Gjithsesi mendojmë që projekt ligji do të jetë i standardi
shumë më të lartë se ç'kemi pasur deri më sot. E njëjta gjë vlen edhe për reformën zgjedhore, për kodin zgjedhor, ku shoqëria civile është e përfshirë, ka mendime të ndryshme, ka opinione në lidhje me to. Ne gjithmonë do t'i marrim në konsiderat dhe realisht të ju garantoj se ka pasur më parë kritika, duke sikur puna e komisioneve ka qenë mbyllur. Tu ka pas disa anomali, për shumë reforma vitin 2020 nuk është se u zhvillua në parlament, që një më shumë si negociata ad hoc jashtë institucioneve për arsyet që dihen objektive që opozita në atë kohë nuk kishte e përfaqësuar në kuvend. Kështu që kjo diktoi një lloj modeli tjetër të reformës dhe të negociatave, gjë që e bëri më pak transparente. Kjo është e vërteta, sepse nuk përfshihej ose nuk përmbushte ato kushtet minimale që normalisht një komision parlamentare ka, që është transparenca, mbledhjet publike e tjera. Megjithëse ka një shkollë tjetër mendimi që mbledhjet publike zakonisht nuk janë produktive kur kemi një polarizim politik, sepse palët në vend që t'japin më të mirën e tyre, më shumë kërkojnë të vjedhin skenën dhe të mbajnë ato deklaratat politike pa dhënë një produkt konkret. Po s'duhet të hyj kësaj gjëje se kjo është një gjë që edhe kjo meriton debat më vete. Për ta mbyllur, mendoj që eksperienca juaj, dhe këtu po ju drejtohem shoqërisë civile, është e jashtëzakonshme, sepse ju jeni ata që monitoroni zbatimin e ligjit, sidomos fushatave zgjedhore me shumë imësi. Mendoj që vlen të fokusohesh te gjërat kryesore, se nganjëherë patjetër çdo temë edhe çdo çështje është e rëndësishme, por ka shumë organizata që nganjëherë merren me gjëra të dorës së tretë, më fal që po e them të, kur fokusi duhet të jetë disa gjëra kryesore që mund ndihmojnë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për sa i përket zbatimit të ligjit. Sepse sado që të forcohet KQZ-ja pa një monitoring nga organizatat e shoqërisë civile për shumë gjëra që vërtet meritojnë vëmendje, do të ishte e vështirë, sepse fushata shtrihet në gjithë Shqipërinë dhe OIF-t ose rrjetet e vullnetarëve që ju keni janë më në gjendje për të parë se çfarë zhvillohet poshtë se sa institucionet që e kanë selinë në Tiranë. Kjo është paktën eksperienca ose mendimi që unë kam nisur nga eksperienca që kam krijuar me zgjedhjet. Por siç e thash në fillim, nuk do të mungoj bashkëpunimi dhe unë paktën në planin personal edhe si bashkëdrejtuesi atë komisioni do ta garantoj këtë gjë, sepse nga shkëmbimi, nga deliberimi, mendime ndryshme, qoftë edhe projektet që janë pa plota, përfitohet shumë dhe mendojmë që të shkojmë në progres më të mirë. Mbase jo absolut, unë jam gjithmonë kritikohem, jam kundërshtari absolutës, se gjithmonë absolutja perfekta vret zakonshme. Unë dua që e zakonshme përmirësohet.